Kjo në lenje shjet keqe, edhe juve po dhe ne të Shqipërisë që presim të votojmë për si diasporë. Manipulimi i votave është një fatkesi për çdo kënd. Është fatkesi. Ne dëshirojmë ta dimë të vërtetën, ato që e ndin populli. Unë po ta them me përvojë time, me plot bindje, në bazë kontakteve që kam, e di që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diaspora jon, mërgata jon, dikon i afrohet 80% në përkrajet e qeverisë kurdi. Unë këto po ta them kështu në mënyrë në bazë të përvojës time, në bazë informatave që unë kam, nuk më i thonë me garanci 100%. Mirë po, të bjen ajo në prej 80% që unë mendoj që do të ishte reale, që ka qenë edhe në për konsulata përfaqësi, ajo është trendi, 80% dikun. Tash të bjen në 40%, në 30% është diçka shumë e çuditshme. Nuk duket se luajnë një rol të madh në votimi përfundimtar, vetëm më tepër grindje kështu sa për se nuk luajnë rol, mundën me luajt rol ndoshta një deputet anej, një deputet kënej, nuk luajnë rol. Prandaj unë mendoj se është mirë të përbyllet kjo edhe të shihet se si që mundet të krijohet një koalicion. Ajo do të ishte fatmirësia sepse edhe ashtu ka shkuar shumë gjatë. Është mirë të krijohet qeveria, të ecet përpara të fillon shteti të funksionojë si duhet, sepse e dini vetë, kur është një qeveri ende e pa krijuar gjithmonë nuk mund punohet si duhet për burri fort. Okej. Një problem tjetër, një nga problematikat që ka pasur qeveria Kurti ka qenë nën presion nga Bashkimi Evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara për të arritur një marrëveshje në lidhje me krijimin e bashkësisë së komunave serbe. A ka luajtur kjo rol në uljen e numrit përgjithshëm të votave që ka marrë vetëvendosja kësaj here? Përbes Rafael, tu e pas situatën këto disa muajt e fundit, kjo qeveri është e sulmuar nga gjitha anët. Edhe nga opozita, nga oligarkët, nga Serbia, edhe nga Bashkia Ndërkombëtare, për një arsye, pse kjo qeveri ka punu mirë. Ka punu drejt, jo pse ka punu keq. Kjo e ka shtri shtetin në mbar territorin, e ka siguru paqen, o ka punon mirë për minoritetet serb, o ka i sulmon kriminalet serb. Ato institucionet paralele, ilegale, banditat, drogat, kriptovalutat, gjitha tjerat, do me thoni ka eliminu, por Bashkia Ndërkombëtare e influencume, jo influencume, po me presion nga Serbia, Rusia dhe forcat evropiane, brenda Evropës, cilat nuk janë në favor të kombit shqiptar, gjatë gjithë historisë nuk kanë qenë, ata janë kod pak kënaqur me realizimin e shtetësisë Kosovës, sepse dëshira aty në është që Kosova të mbetet nën kontroll. Nuk dëshirojnë që të jetë plotësisht e pavarur. Këto është shumë e qartë, do kemi pa gjatë këtyre 4 viteve. Prandaj, ata janë gabim, qeveria Kurti ka punu mirë, halal Zoti ja bot për punën që e kanë bë, besoj që tashti ato çështjet kryesore që kanë qenë problem, që kanë qenë funksionimi i këtyre institucioneve paralele, shumica janë eliminu, kështu që tash me Bashkinë Ndërkombëtare unë mendoj se në mandatin e ardhshëm do të ketë nevojë që të ketë thymje. Tani unë kam një pyetje lidhet edhe me pozicionin tuaj si drejtues ekzekutiv i Ligës. A mendoni ju që ardhja e presidentit Trump në pushtet, qëndrimi që mbajti ndaj Ukrainës, fakti që presidenti Trump synon që të krijoj paqe me çdo mjet, a mund të shihet si një mënyrë ndoshta për të përsëritur diçka ngjashme ndaj Kosovës? Unë e shiqoj këtë punë pak më ndryshe. Unë jam optimist. Shumë mirë. Presidenti Trump kërkon paqe. Në Ukrainë, për me bë paqe, duhet ose me lëshupe Ukraina, ose duhet me luftu shumë a shumë me marrë territor. Po. Me luftë. Amerika dhe Donald Trump dëshirojnë paqe dhe nuk është i bindur se duhet me investu më shumë, me shpenzue, me vdet, njerëzit e tjerë. Tashti, në Kosovë është e kundërta. Në Kosovë ekziston paqja. Nëse don dikush, edhe Donald Trump, edhe Serbia, për me ndrue situatën në Kosovë, duhet të krijojë problem. Domethënë të krijojë luftë
për është e kundërta. Nëse shkon presidenti Trump me formulën e tij, që unë i besoj, që dëshiron paqe, e ka shumë lehtë. Vučićit i thot, dëgjoj zotëri, ti nuk e kontrollon Kosovën. Kosova është, veriu i Kosovës është pjesë e Kosovës. Populli i veriu të Kosovës, ne do të bëjmë çmos që ata i kanë drejtat, edhe ata i kanë drejtat. Mirë po ti, nëse don ti me kriju problem, me na shkaktu luftë, me marrë veriun e Kosovës, unë jam i gatshëm me të përkrah, prandaj mbyllë, rri atje urt. E ndërsa Kosovës i thot, zbatoni drejtat e njeriut, vazhdoni me punu, zbatoni ligjin, prandaj këtu ka shumë lehtë, është e kundërta e Ukrainës. Edhe nuk ka kurfar arsye që për një situatë që është fundit edhe status quo-ja e tillë që është sot, as nuk ka vdekje të mëdha, as nuk ka do me thonë është qetësi, jeta është ka vazhdon, minoriteti serb nëse don me qenë i lumtur ka i gjitha koncepti i administratës Trump ka qenë rrisni shkëmbimin ekonomik dhe problemet sociale zgjidhen, ndoshta edhe pa njohje, ky paktën ka qenë koncepti i Erik Grenellit, edhe pa njohje të është një problem aty zoti Rafael që ata nuk e kanë qartë. Nuk e njohin Serbinë. Ajo dhe të funksionante po sikur Serbia t'ishte e interesume për paqe. Ajo formul do t'ishte ideale, sikur Serbia si shtet, edhe qeveria aty t'ishin të interesuar që të realizohet paqja, që serbët e Kosovës të jenë të lumtur. Ata nuk janë të interesuar për atë punë. Ata janë të interesuar me shkatru Kosovën. Prandaj këtu është ky problemi. Nuk mundet me funksionu ajo formulë sepse ti s'ki që shbën ekonomi të mirë me një shtet i cili ty nuk nje si person. Ty nuk nje, ose ta dëshiron zhdukjen. Okej. Agim, unë kam i pyetje disi të veçantë. Duke u nisur nga koncepti i presidentit Trump se tha që do të arrinte paqen shumë shpejt me Ukrainën, ka probleme të tjera, edhe në Gaza ka probleme tjera, ati mund t'i duhet një fitore. Një fitore në drejtim të paqes, konceptit të tij. Po, në drejtim të paqes. Edhe ndoshta pas zgjedhjes qeverisë Kosovës edhe pas presioneve të mëdha që po bëhen edhe në Beograd nga opozita ndaj Vučićit, ata ndoshta presin të ketë ftillime se kush do jenë qeverit përfaqësuese që të ndërmarrin ndonjë hap në drejtim të Kosovës apo jo. Po, dëgjoj, sikur t'ishte Serbia, po e gatshme, edhe prap ta përsëris atë që thash më herët. Serbia nuk është e gatshme për kurfar paqe. Ajo është e gatshme edhe e interesuar ta shkatrojë Kosovën si shtet. Thoshti, edhe opozita fatkeqësisht nuk ka treguar. Ndoshta mundet edhe me ndryshu, sepse disa të populli serb nuk është asi e popularizuar çështja që thonë ata dalin që ne do t'ja japim Kosovës, do ta njohim Kosovën e këto gjëra, e ndoshta kur t'hypin fuqi, ndryshojnë mendimin, megjithatë unë mendoj se çdo ndryshim në Serbi do të ishte i mirë, sepse kjo qeveri po dihet se u ka punuar keq. Kjo qeveri është e interesuar veç me shkatru, veç me prish, veç konflikte në Bosnjën, Kosovë. Mori miratimin e Putinit që këta të lëvizjes nuk janë, që Putini është pro Vučićit se sa opozitës sërbe. Do të tregon deri çmas ka influencë Rusia aty. O përbes Putini për çdo ditë në rënd mendimi sipas interesave tyne. As mërzitet fortas për Vučićin ato. Në çet moment ka i konvenon Vučići, pse o ka shtyn politikën pro-ruse. Edhe ai nëse i del dikush tjetër që është më i mirë për ta, ai e ndryshon, a kupton. Dihet qëndrimi i Rusisë. Zoti Agim, ju falenderoj shumë për praninë tuaj, lidhje direkte me ne, për aktivitetin që bëni për çështjen kombëtare të Kosovës në kuadër të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, urime për detyrën që keni marrë kohët e fundit dhe do të jemi vazhdimisht në lidhje sidomos për të zgjidhur problemet e të ardhmes së Kosovës dhe rrugën që do të marrë qeveria e re dhe rrugën që duhet për të patur një paqe të qëndrueshme në Ballkan me Kosovë të pavarur dhe të njohur edhe nga armiku ynë shekullor Serbia. Ju faleminderit. Faleminderit shumë edhe për juve. Detyra jone është ta ndihmojmë sa më shumë kombin tonë, edhe Shqipërinë, edhe Kosovën, edhe teritoret tjera me sa kemi mundësi.
Edhe unë jam optimist se punë do të shkojnë mirë. Ju falenderit edhe miru takofshim. Miru takofshim. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ishim këtu në lidhje via Skype me zotin Agim Aliçkaj, drejtues ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Folëm mbi përfundimin e zgjedhjeve në Kosovë dhe situatat e mundshme për krijimin e një qeverie pas zgjedhjeve. Miru takofshim në emisionet të tjera.